tash është e qartë se kush në fakt merr pjesë në këtë summit dhe në nivel kryeministrash për momentin kemi vetëm kryeministrin e Shqipërisë pra Edi Rama dhe atë të Kosovës Albin Kurti, sigurisht edhe Nikoqirin e Maqedonisë së Veriut Kristian Mickoski, ndërsa nga shtetet të tjera të Ballkanit janë të përfaqësuar me ministra të çështjeve europiane dhe të tjera. Pra është një panel në të cilin në fazën e parë pra po diskutohet për atë bashkë me eurokomesaren Marta Kos lidhur me planin për rritje ekonomike apo zhvillim ekonomik të vendeve të Ballkanit Perëndimor me ndihmën e Bashkimit Evropian, i cili në formë të granteve apo edhe kredive me të favorshme do t'i ndihmojë shtetet e Ballkanit Perëndimor për t'u zhvilluar. Pra është ky një takim i radhës i cili i mbledh gjithë vendet e rajonit për t'u koordinuar, për të shfrytzuar sa më mirë gjitha fondet e Bashkimit Evropian që janë në dispozicion dhe gjatë hyrjes kryeministrat edhe të Shqipërisë dhe të Kosovës theksuan rëndësinë e bashkëpunimit, sidomos bashkëpunimit me Maqedoninë e Veriut